Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu rasulina sallallahu alaihi wasallam. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, salatet, selamet, ja dërgojmë pejgamberit Muhammed alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jall përmend në Kur'an duke lavdëruar Idrisin alaihi salam, pejgamberi Allahu subhanahu wa ta'ala. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Allahu I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muhammed duke I thënë dhe kujtoje në libër për në Kur'an Idrisin alaihi salam. Ai ishte shumë besnik. Jo besnik, por ishte besnik I fort dhe ishte I dërguar I Allahut. E pos kësaj, do të Allahu dhe e kemi ngrit, e kemi lartësuar Idrisin a.s. në një gradë shumë të lartë. Abdullah ibn Abbas, shoku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot: Idrisi a.s. profesioni I tij si pejgamber, që ka qenë si pejgamber me mision, por profesion, zanati I tij ka qenë roba qepës si Idrisi a.s. Dhe duke I qep teshat, robat, sara që e ka fut gjilbërën, ka thënë subhanallah, të arditën kështot, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dhe thot Ibn Abbasi, në fund të ditës nuk ka patur njeri në tokë më të mirë dhe më punë më të shumta dhe me shpërblime më të mëdha që I ka fitu se sa Idrisi a.s. për shkak veprave të mira dhe për shkak përmendjes të Allahut Azza wa Jall. E ka madhru Allahun, e ka përmend Allahun. Dhe zë ndërum, Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyja thot: a dini se kush është agjeruesi më I mirë? Pra Idrisi a.s. ishte njeri më I mirë në fytyrë të tokës, se përmend të Allahun Azza wa Jall. Pa e dini se kush është agjeruesi më I mirë? Agjeruesi më I mirë është ai I cili më së shumti e përmend Allahun Azza wa Jall, bën dhikr. Allahu Azza wa Jall në Kur'an I ka lavdruar ata dhe ato, ata besimtar dhe ato besimtare që e përmendin Allahun Azza wa Jall. Por sidomos I ka lavdruar Allahu Azza wa Jall ata njerëz të cilët, ata besimtar që thojnë dhe bëjnë istighfar, kërkojnë falje gjatë kohës së syfyrit. Në disa ajete Allahu Azza wa Jall I ka përmend dhe ata që në kohën e syfyrit e përmendin Allahun apo kërkojnë falje. Ajo që kërkohet për I besimtarit, sidomos në kohën e syfyrit, me thënë sa ma shumë estagfirullah, o Zot mi falë mëkatet, o Zot mi falë mëkatet. Falja e mëkateve, kërkim falja e mëkateve, me thënë estagfirullah, apo estagfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, do më thënë me vazhdu, ka disa forma, por forma e shkurt estagfirullah, dhe estagfirullah wa tubu ilayh. Sa ma shumë me thënë estagfirullah. Nuhi a.s. popullit të vetë ka thënë, pra thoni bëni istighfar, kërkoni falje për Allahut Azza wa Jall sa më shumë popullit të tij, që do të shpëtoni nga dënimi I Allahut Azza wa Jall. Jo falë Allahu mëkatet, ja shton bereqetin Allahu subhanahu wa taala, dhe ju furnizon me fëmijë. Për shkaqeve që njëri të furnizohet me fëmijë, apo një grua më furnizu me fëmijë, kanë thënë dietarët, duke u bazu në këtë ajet, me thënë istighfar në kohën e syfyrit sa më shumë. Po që një besimtar dhe një besimtare me falë namaz, në pjesën e tretë të natës, sikur se ne që jemi duke u zgjuar, me falë namaz, edhe në kohën pak para sabahut, në kohën e syfyrit, sa më shumë me thënë estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton që 100 herë në ditë thoshte estagfirullah. Edhe pa mëkat nuk ka pas mëkat e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kjo fjalë, kërkim falja për Allahut, tregon nevojën tonë për Allahun subhanahu wa taala. Tregon
varfërinë tonë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo tregon në nshtrimin tonë ndaj Allahut, ndaj krijuesit, ndaj falësit, ndaj mëshiruesit. Andaj vëllezër, këto ne të shfrytëzojmë pra prej kohës që pëham syfyr, e pastaj mirë në rregull pak po bisedojmë, por të shfrytëzojmë edhe kohën disa qaste të themi pra estagfirullah sa më shumë. Kjo është prej sunetit, kjo është çka ka ardhur pra në Kur'an edhe në tregime dhe raste që kanë vepruar edhe selefët. Allahu na uzoft, Allah na fal mëkatet. Elhamdulillahi rabbil alamin.